e fuqisë, por siç e thash më parë, në rajonin e lindjes mesme, balanca e fuqisë duhet të ose të paktën në vështrimin e disa prej vendeve, balanca e fuqisë duhet të rikthehet, sepse tani më ka një shtet që është jashtëzakonisht shumë më i fuqishëm ushtarakisht dhe ekonomikisht dhe që ka mbështetjen e superfuqisë më të madhe në botë që janë Shtetet Bashkuara të Amerikës, dhe ky vend është Izraeli. Pra dominimi nga pikpamja ushtarake dhe ekonomike i Izraelit është tani më pjesë e bisedimeve ose pjesë e problemeve të përditshme të lindjes mesme. Por në të njëjtën kohë nuk është që as Irani, as Arabia Saudite, as Turqia dhe as vende të tjera, as Emiratet e Bashkuara Arabe janë pa fuqi. Për sa i përket vendeve arabe, po përpiqen që të bëhen pika kyçe të teknologjisë dhe me anë të teknologjisë të ribalancojnë pozitat e veta, e të tjera. Nga pikpamja ndërkombëtare, duhet harruar që ka një aleancë të shpallur të Rusisë, Kinës dhe Iranit për t'ju kundërvënë fuqisë të Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe sidomos në një pikë kur Evropa është një aleat i pa nuk mund të mbështeten shumë Shtetet Bashkuara të Amerikës në fuqinë ushtarake të Evropës tani më, sepse Europa ka fuqinë e vet jashtëzakonisht shumë të ulët në krahasim me atë çka përfaqëson ekonomikisht. Atëherë çështja shtrohet se çfarë do të ndodh nëse Irani arrin të rezistojë, nëse Kina dhe Rusia haptasje mbështesin atë. Përshkallëzimi është jashtëzakonisht shumë i mundshëm dhe është një nga rreziqet që analistët pathnxjerrin në këto ditë. Zotëro, mirë, për ta mbyllur këtë çështje dhe më pas për të kaluar pak edhe tek Rusia dhe Ukraina, ndërkaq presidenti i SBA-s Donald Trump ka shprehur zhgënjim për mungesën e një garancie të qartë pra nga ana e Iranit. E shihni këtë sulm ndoshta si rezultat të dështimit të negociatave apo ndoshta është më shumë pjesë e një strategjie presioni? Zakonisht, shtetet e mëdha kur transferojnë asete ushtarake të nivelit që janë transferuar tani, domethënë nga nivelit të parë më parë deri nga qysh nga lufta e gjirit. Atëherë duke ditur që asetet janë në të gjitha llojet e mundshme, ajrore, detare, deri edhe të këmbësorisë, përgatitje për mësymje edhe nga pikpamja e këmbësorisë të tjerë, mendoj se zarat janë hedhur, siç thonë disa njerëz, dhe është e pashmangshme që do ketë paktën një lloj ndërhyrje. Cila do të jetë shkalla e kësaj ndërhyrje, sa gjatë do të shkojë dhe nëse do të përkthehet pastaj në një konflikt të vazhdueshëm, kjo mbetet ende për tu parë. Negociatat e kanë pjesën e tyre, por nuk mendoj që varet nga negociatat. Unë mendoj që vendimet përkatëse janë marrë dhe tani po përpiqen të dyja palët që të gjejnë një konsensus të mundshëm në marzhet, por rruga e të dyja palëve, edhe Shtetet Bashkuara të Amerikës, por me sa duket edhe Iranit, duket se është e përcaktuar. E qartë. Zotëro, nga ana tjetër, ka pasur një bisedë telefonike mes presidentit Ukrainës Volodymyr Zelenski dhe presidentit të SBA-s Donald Trump, ku këtu me takime ndërkaq të planifikuara në Gjenevë dhe në një format trepalësh pra në fillim të marsit, diplomacia ndoshta duket si ku po lëviz nga një fazë në tjetrën. Si e shihni, jemi përballë një takim historik që ndoshta mund të ndryshojë të gjithë rrjedhën e luftës sa i përket Rusisë dhe Ukrainës? Unë mendoj se agjenda ruse për sa i përket Ukrainës nuk ka ndryshuar dhe nuk ka shumë gjas që të ndryshojë. Pra, Rusia sheh Ukrainën si një pjesë të pandashme të asaj që quhet zona influencës ruse në rastin më të dobët, ose perandoria ruse në rastin më të fortë. Pra, kam përshtypjen se pavarësisht bisedimeve, pavarësisht diskutimeve, pavarësisht lojës që të dyja palët bëjnë mediatikisht, të dyja palët e dinë që nuk ka marzhe për një marrëveshje të mundshme, sepse ajo që kërkon Rusia është e vështirë, për të mos thënë e pamundur për të pranuar politikisht nga Ukraina. Pra Rusia kërkon 4 rajonet, i kërkon të gjitha të plota, kërkon që Ukraina të mos hyjë në NATO e të tjerë. Ajo që e komplikon pozicionin e Ukrainës sot është fakti që nuk
ku mund të mbështetet më tek aleatët perëndimor, pavarësisht se Europa bën deklarata të bujshme, pavarësisht se Europa vazhdon të deklaron se do të ringrej industrinë e armatimeve, përveç Gjermanisë dhe Polonisë, shumë pak vende tjera evropiane kanë filluar investimet e forta në industri dhe shifrat janë ato që janë. Pra Ukraina gjendet midis dy zjarreve dhe në gjykimin tim do ta ketë pothuajse të pamundur që të dalë fituar nga ky dy luftim. Nuk mendoj që bisedimet do të japin në një fryt shumë të madh. Unë mendoj që është pozicioni ndërkombëtar rreth Ukrainës që do ta vendos. Pra janë fuqitë e mëdha dhe vendimet e fuqive të mëdha që do ta vendosin fatin e këtij konflikti. Gjykoj se edhe për disa kohë ky konflikt do të vazhdojë. Për shkak se çmimin e paguajnë ata që janë në luftë, Rusia nuk ka doktrinë ushtarake që nuk e ka problem humbjen e ushtarët zëvendësohen, edhe për sa i përket teknologjisë ushtarake, e ka ringritur industrinë e vet, e ka vendosur industrinë në shërbim të industrisë ushtarake, kështu që për sa kohë që çmimi është i pranueshëm për Rusinë, do të vazhdoj luftën. E njëjta gjë nuk besoj që mund thuhet për Ukrainën, është një vend i cili ka potencial ekonomik, që është mësuar të ketë një ekonomi të bazuar në disa piketa të qarta, të cilat pak nga pak po bjerren, sidomos për sa i përket energjisë, sidomos për sa i përket mundësisë Ukrainës përfitore e të tjera e të tjera. Pra jemi në një gjendje ku shumë pak lëviz, ajo që lëviz në fushën e betejës është në favor të Rusisë, pavarësisht se ngadalë dhe me kosto të lartë njerëzore, dhe Ukraina ngadalë po e sheh fushë betejën që të ngushtohet dhe atë mundësinë e veprimeve të veta gjithashtu që të ngushtohet. Mirë, zotëroj, për ta mbyllur, ndërkaq, mendoni se kemi një strategji të re amerikane që kombinon presionin diplomatik me forcimin ushtarak, pasi Trump ka theksuar nevojën për përfundimin e luftës, por gjithashtu ka insistuar pra edhe në mbështetjen strategjike për Kievin? Sigurisht që kemi një strategji të re amerikane, është e shpallur tani më, strategjia amerikane ka ndryshuar, Amerika nuk synon më që të jetë policë në botë, që tjetë hegemonit gjithë botës, që të kontrollojë çdo rajon, përkundrazi inkurajon çdo kënd që të ruaj interesat e veta dhe do të merret tani në mënyrë më strikte me atë që e quhen interesi parësor amerikan. Është shpallur që doktrina e Monroe është e paprekshme, pra çdo vend në hemisferën perëndimore është pjesë e sferës amerikane dhe çdo ndërhyrje aty nuk do të lejohet dhe nuk do të pranohet. Siç u pa në ndërhyrjen në Venezuelë, Shtetet Bashkuara të Amerikës e konsiderojnë atë pjesë të strategjisë së tyre. Gjithashtu nuk flitet shumë këto ditë, por Kuba është një nga vendet që është në trysninë më të madhe të mundshme sot, për shkak se Shtetet Bashkuara të Amerikës i kanë mbyllur gjithë rubinetat e naftës. Kuba tani më po përjeton tragjedi të madhe edhe humanitare, por industriale. Mungesa e naftës, mungesa e energjisë bën që nuk ka më fluturime për në Kubë, bën që plerat mos mblidhen më nëpër rrugët e Kubës, spitalet të anullojnë operacionet e të tjera, energjia është e kufizuar e të tjera. Kështu që kuri tjetër i dominos në hemisferën perëndimore duket se është Kuba, pavarësisht se nuk mendoj se do të ketë ndërhyrje ushtarake aty, ose të paktën të ndërhyrje ushtarake të gjerë, por trysnia që po i vendoset rreth e qark, një lloj bllokade e pashpallur Kubës, ka bërë që edhe regjimi kuban të jetë në prag të shkatërrimit ose të rënimit të vet dhe rënimit nga brenda. Kështu që mendoj që sigurisht që strategjia amerikane ka ndryshuar, por e vendos theksin tani më tek interesat amerikane të ngushta dhe për ta nxjerrë këtë edhe në kontekstin shqiptar, sepse ne po flasim për trojet për një televizion shqiptar ku duhet të përmendim edhe trojet shqiptare. Kjo ndryshon jashtëzakonisht shumë edhe për ne shqiptarët dhe na vendos ne në një vend jo fort të këndshëm dhe disi të rrezikuar, për shkak se ne kemi
një pari anti-shqiptare, për shkak se ne nuk jemi të përgatitur as ushtarakisht ashtu siç duhet dhe as ekonomikisht ashtu siç duhet, dhe për shkak se ne veprojmë si shqiptar në një rajon ku armiqtë tan janë shumë më të fuqishëm, kanë shumë më tepër aleanca strategjike dhe kanë synime të qarta për vllapërimin e tokave shqiptare. Pra, nga ky pikë vështrim, ndryshimi i strategjisë amerikane i vendos shqiptarët në një pozicion më delikat.